Kam vënë re një fenomen të çuditshëm tek rinia shqiptare. Pse them te rinia shqiptare? Sepse më shumë të ky lloj fenomeni kaq i shpesht ka filluar të ndodhi në rrjetet sociale. Pra kjo e bërtitur, kjo lloj revolte e rinisë shqiptare, sepse ata që komentojnë janë shumë të rinë mosh. Ndodh në pikërisht në Instagram. Si ka mundësi që nuk jemi kurrë dakord me një fitues? Më bën shumë çudi në çdo garë. Në çdo garë, gjithmonë ai që fiton është i keqi dhe ai që humb është i miri. Patjetër që po i referohen Big Brotherit. Gara, Rozana Gerta, unë bet Gerta, të gjithë bëhen me Gertën, si kurrë më parë, jam shumë e lumtur për këtë. Por Gerta nuk ka nevojë vetëm për zhurmë Instagrami, Gerta ka nevojë për vota. Dhe votimet tregonin një gjë tjetër. Pra, kjo zhurma që bëhet në Instagram, papritmas, nuk përkthehet në vota dhe më vjen shumë keq për këtë. Dhe mund t'ju numëroj dhe disa raste tjera që kanë ndodhur krejt e kundërta. Ishte Egli në shtëpi, nuk e duam Eglin nxirrën jashtë ç'është kjo. Doli Egli nga shtëpia u çua gjithë Shqipëria në këmbë, duam Eglin, theni Eglin, nuk ka kuptim loja pa Eglin. U fut Egli në shtëpi. Pse u fut, nuk e doni, ma unfollow, nuk e duam, ç'është kjo, pa mbush 24 orë që ishte futur në shtëpi. Ç'është kjo, e çmendur, nuk e duam. Del në kokë me Laertin, duam Eglin prap, pse fitoi Laerti, nuk duhet ta fitonte Laerti, duhet ta fitonte Egli, sepse ne bëhemi gjithmonë me ato që humbet. Është i çuditshëm ky fenomen. Ju lutem votoni. Domethënë, përqendroni, vendosni cilin doni ju të dërgoni në finale, votoni dhe ai që fiton mos e merrni inat. Se çfarë faj ka ai shkret që shkon finale me votat tona, me votat tuaja. Pra, ku dua dal? Pra, rëndësi ka të shkosh në finale. Rëndësi ka të shkosh në finale i duar trokitur, i dëshiruar nga publiku, i respektuar nga publiku, por unë kam frikë që të shtunën Gerta do shkojnë në finale, dhe kjo është e sigurt që Gerta do shkojnë në finale. Unë kam frikë se do kthehet si rasti 2 të parëve, finalistëve të parë, që do fitoj përballë Eglit, besoj se ato të dyja janë më të se Gjesti dihet më. Dhe kam frikë se do urret dhe gjithë do thonë pse nuk shkoi Egli. E kupton, ose pse nuk shkoi Danja, ose pse nuk shkoi, e kupton, një tjetër. Pra, kam shumë frikë se do ta psoj si 2 finalistët e tjerë. Dhe kjo nuk është normale. Që ju një moment e doni dikë dhe kur fiton nuk e doni më.